Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, në këto çaste ju ftojmë që të lutim së bashku lutjen e Engjullit të Thënë Zot dhe orën e mesme. Në emër të Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. Ejo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit, U bëft me mua si është fjala jote. të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoj ndër ne. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne, e shenjtja nën e hyjit, Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na e zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Po themi një atyën të falemi Mari për shpirtrat të purgatorit. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emrët, ardh mbretëria jote, u bëvd vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Jepua, o Zot, pushimin e pasosur, Dhe i shndri drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Po vazhdojmë tani me orën e mesme, sot është e shtunë dhe jemi në javën e dytë të kohës së Krishtlindjes. O hyjmë eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Ti thurim lavde Zotit, gati me shpirt të ndezur, në orën 6 të sjellur, nafton ne për t'u lutur. Një mend për hir të kryqit, në këtë besnikëve u jepet lavdia e shpëtimit dhe flija e qengjit lumtur. Nga drita e tij e fortë ersohet mesi i ditës, të marri me tërë shpirtin hirin e këtij shpëtimi. Hyjet ati qoft lavdia dhe birit të tij të vetëm, me shpirtin ngushëllimtar, ndër shekujt e përhershëm. Amen. Antifona. Krishti erdhi për t'ja shpallur paqen të gjithëve, paqen atyre që janë afër e paqen atyre që janë larg. Psalmi 119, pjesa 11. Po më shkrihet shpirti në pritje të shëlbimit tënd, kam besim të plot në premtimin tënd.
syt po më shteren prej dëshirës së fjalës sate, e them kur do të më japësh ngushëllimin? U bëra si rësheku në tym, por nuk i harrova rregulloret e tua. Po edhe sa ditë do të rroj shërbëtori yt, kur do të gjykosh për ndjekësit e mi? Më hapën gropa krenarët që sjetojnë sipas ligjit tënd. Të gjitha urdhërimet e tua janë të vërteta, dije keqas më kanë salvuar, deh më eja në ndim. Për pak sa s'më rrëzuan për dhe, megjithatë unë nuk u shmangëm urdhërimeve të tua. Më përtri i pash dashurinë tënde, e unë do t'i ruaj dëshmitë e gojës sate. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 61, urata e një të treturi. Vështroje o hyj britmën time, dëgjoje uratën time. Nga skaj i dheu të thëras në ndim, se më ka lëshuar zemra, më qo të shkëmbi ku s'mund të afrohem. Sepse ti je shpresa ime, kala e fort përballë armikut, përje do të banoj në tendën tënde, do të gjej mbrojtjen në sqetullën tënde. Sepse ti o hyji im, i pranon kushtet e mia, u jep trashëgim atyre që druajnë emrin tënd. Ditë mbi ditë shtoj jetës së mbretit, vjetët e tij zgjatin nga breznia në brezni. Le të mbretroj gjithmonë ndër sytë e hyjit, roj i u bëfshin hiri dhe e vërteta. Kështu do t'i këndoj këngë emrit tënd pa pushim. Do t'i plotësoj kushtet e mia si një ditë për ditë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 64, urata kundër tmerrit të armikut. Dëgjoje o hyj zërin e vajtimit tim, ma ruaj jetën prej tmerrit të armikut, më mbron nga përbetimi i të mbrapshtëve, prej grumbullit të atyre që veprojnë keq. Prej atyre që mprehen gjuhën e vetë si shpatë, që vjellin si shigjeta fjalë të helmuara, për ta shigjetuar në mohë të pafajshmin. E shigjetojnë papritmas e frikë nuk kanë, ata marrin guxim në synimet e veta të këqija. Shestojnë si t'i vënë fshetas leqet e veta, e thonë, kush mund t'i shoh? Synojnë pa udhësi, i çojnë në vend synimet e para, humner është njeriu, gremin zemra e tij. Por hyi i shigjetoj ata, papritma si mbuluan plagët, gjuha e vet ata i sharroj, kush i sheh i habitur luan kokën. Të gjithë njerëzit do t'i kap frika, do t'i kumtojnë veprat e hyjit, mirë do t'a kuptojnë xhbërja i. I drejti do të gëzohet në Zotin, në të do t'a ketë shpresën, me të do të mburren të gjithë të ndershmit në zemër. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Krishti erdhi për t'ia shpallur paqen të gjithëve, paqen atyre që janë afër, e paqen atyre që janë larg. Leximi i shkurtër marr nga libri i Ezekielit, kapitulli 34, rreshtat 11 deri 12. Kështu thot Zoti hy: Ja, unë vetë do t'i kërkoj delet e mia e do të kujdesem për to. Sikur se bariu që kujdeset për grigjën e vet, kur gjendet mes deleve të veta të shpërndara, po ashtu edhe unë do të përkujdesem për delet e mia. Unë do t'i bashkoj nga çdo vend ku kanë qenë shpërndar ditën e thellimit e të terit. Popuj do ta shohin drejtsinë tënde, Dhe të gjithë mbretërit lavdin tënde. të lutemi, o hyj i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar, ti që nëpër një të vetmin birin tënd na bëre krijesa të reja për vete, bëj po të lutemi që me hirin tënd të qëndrojmë në Jezu Krishtin, në të cilin natyra jon është bashkuar me ty, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.